Moderatorja Kiara Tito ka qenë dje e ftuar në emisionin ndryshëm në Top Albania Radio, ku foli për fillimet e saj në Portokalli. Pjesa më e vështirë ishte në momentin para se të dilja në skenë, se kemi disa dalje nuk dalim gjithmonë nga i njëjti vend. Kemi 2-3 dalje. Këta ishin mësuar, por shpejtësia që duhet të dilje nga një cep në tjetrin, më çakordoi fare dhe desh më kapi një eqar në backstage se nuk dija nga të dilja. Njëri më thoshte dil djathtas, tjetri majtas, duhet të kujtoja dhe tekstin. Derisa ta merrja veten, ti kuptoja këto daljet, tha Kiara. Moderatorja Kiara Tito ka qenë dje e ftuar në emisionin ndryshëm në Top Albania Radio, ku foli për një super projekt që së bashku me bashkëshortin e saj, Luiz Eli do të sjellin së shpejti. Kiara tregoi se ajo dhe Luizi kanë filluar nga puna për realizimin e një filmi. Jemi duke u organizuar për të bërë një film të dy bashkë. Është hera e parë që e them. E ka thënë pak edhe në story, megjithatë nuk ishte asgjë konkrete. Jemi në fillimet tona se filmi do shumë kohë që të dalë. Ky është një projekt që ne kemi dëshirë ta bëjmë sa më shpejt. Jemi në fillim fare, sapo kemi filluar punën. Sigurisht që do ketë dhe dashuri brenda, se ku do shkojmë ne të dy pa transmetuar pak dashuri, tha Kiara.